on this day. 1819 lindi anglezi Joshua Abraham Norton, businessman, u veçpall Norton i parë, perandori i Shteteve të Bashkuara. 1893 lindi Raymond Dart, anatomist dhe antropolog australian, zbuloi fosilin e parë të gjetur ndonjëherë, një hominin i zhdukur i lidhur ngushtë me njerëzit. 1902 lindi Charles Lindbergh, aviatori parë amerikan që kaloi vetëm Atlantikun. 1913 lindi Rosa Parks, aktivistja e parë me ngjyrë për të drejtat e njerëzit, u arrestua pasi refuzoi të lironte ulsen e saj në një autobus. 1927 lindi në Shkodër Tano Banushi, aktor, humorist, artist i popullit. Karrierën e nisi në vitin 1958 me estradën profesioniste të teatrit Migjeni. 1948 lindi Alice Cooper, emri i rockerit, autori i albumit Billion Dollar Babies, është prej vitit 2011 edhe në bulevardin e famës. 1970 lindi Hunter Biden, djali i dytë ish president amerikan Joe Biden, është i njohur dhe në botën e biznesit. 1975 lindi në Sydney Natalie Imbruglia, një kantautore, modele dhe aktore australiano-britanike. 1982 ka sot ditën e lindjes Kimberly Wyatt, këngëtare, kërcimtare, koreografe, modele dhe personalitet televiziv amerikan. 1985 Bug Hall feston sot 41 vjetorin e lindjes. Aktori ka interpretuar në një sër filmesh të Disney Channel.